Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kurani përgjigjet, sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për krijimin e gjithësisë. Kurani i shenjtë përmban shumë ajete që flasin për krijimin e gjithësisë nga Allahu fuqiplot, duke e paraqitur atë si dëshmi të qartë për ekzistencën, urtësinë dhe fuqinë e Allahut fuqiplot. Në ajetet e shumta që flasin për krijimin e gjithësisë, Kurani i shenjtë dëshiron të na mësojë. Së pari, Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Kurani thekson vazhdimisht se Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet ndërmjet tyre, siç thot ajeti 62 në surën Zumar, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrësi mbi gjithçka. Së dyti, ajetet që flasin për krijimin e gjithësisë na mësojnë se krijimi i qiejve dhe i tokës është argument për besimin. Allahu i fton njerëzit të mendojnë rreth krijimit të gjithësisë për të arritur në njohjen e tij, e më pas për të besuar në Allahun e gjithdijshëm, siç thot ajeti 119 në surën Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argumente për të mençurit. Ky ajet i bekuar na mëson se besimi i vërtet lind nga mendimi dhe reflektimi, jo nga imitimi. Ajeti na fton të shikojmë universin me sy të mendjes, sepse në çdo atom, në çdo krijesë, në qiell e në tokë, ka argumente që dëshmojnë për praninë e një krijuesi të urtë, të gjithditur dhe të gjithfuqishëm. Së treti, ajetet që flasin për krijimin e gjithësisë na mësojnë se krijimi nuk është i kotë, por ka qëllim. Krijimi i gjithësisë nuk është pa qëllim. Gjithçka është krijuar me urtësi dhe me qëllim. Në ajetin 38 të surës Dukhan, Allahu i madhuar thot: "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin." Ne nuk i krijuam qejt e tokën dhe çfarë ka mes tyre për zbavitje, për lojë. Në ajetin 3 të surës Ahqaf, Allahu i madhruar thot: "Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma." Dhe ne nuk e krijuam qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet mes tyre veçse me të vërtetën dhe për një afat të caktuar. Së katërti, ajetet që flasin për krijimin e gjithësisë
na mësojnë se fillimi i krijimit dhe zgjerimi i gjithësisë është në dorën e Allahut fuqiplot. Një ajet shumë i thellë dhe i përmendur shpesh për shkak të përputhjes së tij me teoritë moderne është ajeti 30 në surën Anbiya, i cili thot: a nuk e shohin ata që nuk besuan se qiejt dhe toka ishin një masë e bashkuar, e ne i ndam ato, dhe nga uji ne krijuam çdo gjë të gjallë. A nuk do të besojnë ata? Ky ajet është një thirrje për reflektim mbi krijimin e universit dhe origjinën e jetës, duke përdorur të dhëna që përkojnë dhe me kuptime bashkohore shkencore. Ai synon të zgjojë vetdijen shpirtërore dhe mendore tek ata që nuk besojnë, duke i ftuar të besojnë në Allahun përmes vëzhgimit të realitetit që i rrethon. Ndërsa në ajetin 47 të surës Dhariyat, Allahu i madhruar thot: "Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un." Ne e kemi ndërtuar qiellin me fuqinë tonë dhe ne jemi që e zgjerojmë atë. Pra ky ajet shpesh shihet si një referencë ndaj zgjerimit të universit, që është një fakt i pranuar në astronominë moderne. Së pesti, ajetet që flasin për krijimin e gjithësisë na mësojnë se Allahu është i plot fuqishëm ta rindërtojë krijimin pas shkatërimit. Kurani i Shenjtë gjithashtu përmend se ashtu siç e krijoi gjithësinë, Allahu është i gjithfuqishëm që ta rikrijojë atë, siç thot ajeti 104 në surën Anbiya: "Kama badana awwala khalqin na'iduhu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin." Ashtu siç filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. Kjo është premtimi ynë, vërtet ne do ta bëjmë. Pra Allahu është ai që do ta rikrijojë. Ai është pra që krijon në fillim dhe rikrijon. Së gjashti, ajetet që flasin për krijimin e gjithësisë na nxisin për të menduar dhe për të reflektuar. Kurani nuk ofron detaje teknike shkencore, por ai u drejtohet mendjeve dhe zemrave për të nxitur meditimin dhe reflektimin mbi krijimin. Në ajetin 101 të surës Yunus, Allahu i madhruar thot: "Thuaj, shikoni çfarë ka në qiell e në tokë." Ndërsa në ajetin 17 deri në ajetin 20 të surës Ghashiyah, Allahu i madhruar thot: "Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat." Vallë, a nuk i shohin dhe vetë se si janë krijuar, po qiellin se si është ngritur, po malet se si janë vënë të patundur, po tokën se si është shtrirë? Ky grup ajetësh është një ftesë për të përdorur arsyeën dhe vëzhgimin si urë drejt besimit. Ato na mësojnë të shohim botën si dëshmi të drejt për drejt të ekzistencës së urtësisë dhe mëshirës së Allahut fuqiplot, duke na ftuar të jemi më të vetëdijshëm për qëllimin tonë në këtë jetë. Të dashur vëllezër dhe motra, në Kuranin e Shenjtë përsëriten shpesh frazat: a nuk mendojnë, a nuk arsyetojnë, a nuk persjatin, a nuk shohin. Qëllimi i përsëritjes së këtyre pyetjeve është për të nxitur njerëzit të meditojnë mbi krijimin dhe urtësinë e Allahut të plotfuqishëm.
Kurani i Shenjtë na mëson se gjithësia është krijuar nga Allahu për një qëllim të lartë. Ajo është ndërtuar me rregull dhe urtësi. Reflektimi mbi krijimin ndihmon në forcimin e besimit. Allahu është i aftë ta rikrijojë gjithçka ashtu siç e krijoi në fillim. I lartësuar është Allahu, krijuesi i gjithçkaje. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.